Rrjetet sociale na kanë ndryshuar mënyrën se si ne shikojmë content për mbajtje. Po. Ka na ndryshuar tash për të keq mënyrën se si duhet të kujdesemi për përmbajtje, pasi janë mbush me video të jo të vërteta, edhe të krijuar prej një prompti. Si duhet kemi kujdes ndaj këtyre, pasi mosha që sheket emision është e re dhe ata mendoj se kanë shumë nevojë që ta dëgjojnë një mendim profesional. Po, vërtet që ka me ndryshuar, se ti mundesh me pa dhe sot kur bëjnë TikTok video të gjeneruar me AI, tepër vështirë të dallueshme. Po. Edhe dje patëm në hapite aty që tema dhe në krimi i videove me AI. Edhe e faqëm qysh komplet njerëz që nuk po mujnë me dallu. Që kjo që është shkatësia që më ne që duhet se cili me rritë atë vëmendjen, me po çka po konsumon, me verifiku, me këshyr, për shkak se edhe unë vetë një video është një video i një që si hiking që cena i prej marit me një varbire të shpellës në deti, ajo ke AI, po unë e ngullja, mëse më nua që për në me, edhe së më për vrejt.